I mbrojtjes së fëmijëve dhe pastaj shkojmë ke mbrojtja e biznesit. Për juve Brençi, shoqëria, familja, është shkolla apo rrjetet sociale burimi i kësaj dhune që ne shohim mes të rinjve? Shiko, rrjetet sociale nuk mund t'i kontrolloj shoqëria, i kontrollon qeveria. Le t'i heqi, le t'i blokoj në të bëj sondazh qeveria me instrumentet që ka. Krimet kibernetike dhe nuk ul dhuna. Kanë strukturat posaçme, nuk ul dhuna. Ne duhet ndërtojmë një strategji dhe të bëjmë një skem kush për çfarë do angazhohet për të edukuar. Neve po diskutojmë në të ardhmen, në të tashmen ne kemi një sistem arsimor që ka 2.3% GDP-së buxhetit, që këtu ka mbaruar historia. Çfarë do bëjnë ata? Sipas një renditje për ju, zonja Male, kush është? Le të themi shkaku kryesor. Do të shkaku i parë kryesor për mua është e para një herë që neve kemi. Më falni profesore, 4% i kontingjencës për emergjencat kombëtare. 42 Brençi, 42. Jo, e ka në tjetër vend. Të lutem. Okej. Do ta thot për koncert. Jam profesionist në këtë fushë. 4% i kontingjencës i rezervave të shtetit sot me buxhetin e vitit 2026 është baras me 368 milion euro, i cili duhet përdoret për disa fusha të caktuar që përbëjnë emergjencë. Ne i përdorim për Kanye West. Për koncertin, pra për këtë thoja. Çfarë do thotë, nuk kemi prioritete si qeverisje. Unë nuk di të jetë mbledhur Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë për të qasur para opinionit publik për një krizë. Ja, për këtë krizë. Ndodhi gjithë kjo çfarë ka ndodhur. Ke dëgjuar nga institucionet më të rëndësishme që janë Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, pushteti lokal, sepse pushteti lokal është pushteti i shërbimeve, ku duhet ishte ndërtuar, ku duhet kishe një database, a e dini ju që këto vajzat kanë ardhur nga fshati dhe s'kan fare as gjendje civili në qytetin ku jetojnë? A e dini që ju që këto 3 vajza janë minorene, përveç asaj vajzës së rritur, dhe shkonin në një shtëpi e cila ishte e pajisur, e rregulluar dhe nuk ishte rastësi kjo gjë? A e dini ju që një pjesë e këtyre vajzave ishin përjashtuar nga shkolla dhe janë në përgjegjësinë e prindërve dhe ndërkohë një pjesë e tyre jetonin me gjyshërit dhe i kanë lënë ato sepse kanë shkuar për të nxjerrë bukën e gojës? A e dini ju që ngjarja nuk është e paditur dhe unë ja u garantoj se qyteti Fierit nuk është kaq i madh dhe ata janë të gjithë rinë çoj, ne kemi mësuar sistemin e Big Brotherit, se kemi ardhur nga ai sistem dhe rinë e kontrollojmë njëri tjetrin. Pra, mua këto padijet kështu sikur askush nuk din dhe diskuton e tërë, më duket falsiteti më i madh. Jo, zotri. Asnjë s'ka bërë detyrën e tij. Dhe të mos bësh detyrën fillon që nga familja, se fëmijën tënd nuk ta mbron shkolla. Kur ti e ke bërë fëmijën, duhet të kuptojmë një gjë dhe duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët. Ditët që ti sjell fëmijën në jetë është pesha më e madhe që të varet në qafë derisa ti të mbyllësh syt. Se bëri, profesore. Kurse nuk e bëri. Vazhdojmë. Ta marri shoqëria ta çojnë konvikt. Ja, pra ta mbaroj. Pra ta mori shoqëria ta çojnë konvikt. Ja, më lër ta mbaroj. E dyta, duhet ta kishe bërë shkolla. Ku janë institucionet te shkolla kemi? Mësuesin kujdestar, kemi psikologun, punonjësin social, atë oficerin e komunitetit, kemi gjithë kategoritë e tyre. Si ka mundësi që ka ndodhur në 9 qershor janë në shkollë, që jam e bindur që vajzat e shkollës, shoqet e tyre e din, e kanë përjashtuar njërën nga vajzat dhe kanë ndonjë rehat, ku i çojnë ta fëmijët? Dhe pyetja tjetër është, tu fillon handikapi tjetër. Si ka mundësi që shteti jonë është asocial, që nuk ka ndërtuar qendra për këtë kategori kur prindet janë pa aftë, gjithë bota i merr dhe i menaxhon. Ne s'kemi menaxhim sepse ne shkruajmë strategji në letra, se ne kemi do bëjmë strategji, jo. Ne shkruajmë në letra, po ne kemi bërë ligjin shumë të mirë. Ligjin i 2009, sistemi para universitar që është shumë i mirë, po ne çast i futëm atij ligji. I futëm dhe i bëm eksperimente që krijuan pastaj konflikte të cilat po plasin dhe sot se kemi shkollën. As edukim, as arsimim, as modelim dhe kemi dhënë prioritet fëmijës që të mos bëj zhurmë. Roli mësuesit më. Roli mësuesit. Mësuesi duhet ja për status o vlla. Ja kam çuar. Është zbehur me ligjin e ri të arsimit. Pikërisht me ligjin. Unë e preka pak në fillim këtë.